Në emër të antarëve të shumicës parlamentare në Këshillin për Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetin, dua të prezantoj sot raportin rekomandues tonin për shqyrtimin e kërkesës për urisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, për dhënien e autorizimit për arestimin, heqjen e lirisë së deputetës Belinda Balluku, depozituar në Kuvendin e Shqipërisë me datën 16/12/2025. Qënë kryetërës, më lejoni të falenderoj kolegët e mi në Këshillin e Mandateve dhe Imuniteteve për përgjegjësinë dhe seriozitetin që kemi patur në trajtimin e kësaj çështje. Kemi diskutuar sigurisht në lidhje me relacionin dhe pretendimet e palëve në këtë këshill dhe në përfundim kemi arritur në këtë raport rekomandues që unë do t'ju prezantoj sot në dakordësi të plot me njëri tjetrin. Nderuar koleg, sot që po diskutojmë këtë raport rekomandues, ka ndodhur një realitet i ri, pra jemi përpara një realiteti i ri juridik dhe institucional. Deputetja Belinda Balluku nuk ushtron më funksione ekzekutive si antare e Këshillit Ministrave, si pasojë e ndryshimeve në përbërjen e qeverisë në përputhje me nenet 95, 96, 98 dhe 102 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Për pasojë, masa e sigurimit personal e pezullimit nga detyra si antare e Këshillit Ministrave nuk prodhon më asnjë pasojë juridike reale, por në të njëjtën linjë arsyetimi, edhe narrativa mbi cilën prokuroria e posaçme ka ndërtuar kërkesën për aplikimin e masave më të rënda të sigurimit personal, si rreziku i prishjes provave, i aratisjes apo i kryesë një vepre tjetër penale, mbetet thellësisht hipotetike për sa kohë lidhet drejt për drejti me ushtrimin e funksioneve ekzekutive që deputetja në fjalë nuk i ushtron më. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se paraqitja e këtij raporti përpara Kuvendit është një procedurë thjesht formale. Përkundrazi, ajo përfaqëson një përgjegjësi të drejtë për drejtë kushtetuese të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, është një shprehje e respektit institucional ndaj drejtësisë, por mbi të gjitha është një detyrim ndaj qytetarëve shqiptarë që na kanë besuar përfaqësimin e tyre. Aq më tepër në një situatë kur kjo çështje, e cila në thelb duhet të mbetej një çështje e drejtësisë dhe vetëm e drejtësisë, është shndruar në mënyrë të padrejtë në një debat të mbingarkuar politikisht në sytë e opinionit publik. Në vend të një procesi të qetë dhe të rregullt ligjor, shpesh kemi parë përpjekje për ta zhvendosur këtë çështje në një gjykim publik, në një tribunal mediatik që bie ndesh me standardet e shtetit të drejtës dhe me parimin themelor të prezumimit të pafajësisë. Pikrisht për këtë arsye është e domosdoshme që ne si shumicë parlamentare të flasim qartë, të ndajmë politikën nga drejtësia, zhurmën nga faktet dhe gjykimin publik, nga procesi i rregullt ligjor. Të nderuar koleg, kërkesa e prokurisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, në fakt, në rastin e deputetës Belinda Balluku, ndryshon nga kërkesat e tjera që kanë ardhur në Kuvendin e Shqipërisë për marrjen e autorizimit për arrestim apo heqje lirie, kontroll banese apo kontroll personal, sepse nuk është një kërkesë për caktimin e një mase sigurimi për herë të parë. Nuk jemi në këtë rast. Kuvendit në këtë rast i kërkohet të zëvendësojë një masë sigurimi personal, efektet e cilës sot janë në fuqi ndaj deputetës Belinda Balluku, siç është ajo e ndalimit jashtë shtetit, të daljes jashtë shtetit, me një masë sigurimi më të rëndë, ato të arrestit për një vepër penale, për të cilën prokuroria e posaçme po heton që në gushtin e vitit 2024. Pra, jemi në kushtet kur kërkohet zëvendësimi i kësaj mase. Zëvendësimi i masës referuar parashikimeve ligjore të kodit procedurës penale, saktësisht në 260.3, mund të kërkohet në dy raste.
kur janë rënduar nevojat e sigurimit, ose kur personi ndaj cilit është saktuar një masë sigurimi personal nuk ka respektuar masën e vendosur nga gjykata. Rasti i dytë, në rastin e kësaj kërkese përjashtohet. Deputetja Belinda Balluku, siç provohet nga relacioni i provurisë posaçme dhe arsyetimi, faktet dhe provat që ajo ka bashkangjitur këtij relacioni, provohet qartësisht se e ka respektuar në mënyrë korekte masën e sigurimit personal atë të daljes jashtë shtetit. Kështu që në vlerësimin tonë si Këshill ngelet vetëm rëndimi i masave të sigurimit për ato shkaqe që ka listuar në kërkesën e saj provuria posaçme, që ka të bëjë me shtimin e episodeve të veprës penale, rrezikun e prishjes provave, rrezikun e ikjes apo rrezikun e kryesës së një vepre penale më të rëndë. Edhe vlerësimi i anëtarëve të Këshillit të Shumicës në këtë raport rekomandues u referohet pikërisht të tyre kërkesave. Por më lejoni që në kryetëherës të jemi qartë për opinionin publik se Kuvendi nuk ka kompetencë gjykojfajësinë dhe as zëvendësoj gjykatën në këtë procedurë. Kuvendi ushtron një filtr kushtetues dhe në vlerësimin ton ky filtr nuk mund të jetë formal. Ai përbën një mekanizëm thelbësor për ruajtjen e balancës institucionale dhe respektimin e rolit që kushtetuta i ka dhënë pushtetit legjislativ në raport me pushtetet e tjera. Jurisdiksioni dhe kompetenca e Kuvendit rastin konkret bazohet në nenin 73.2 të Kushtetutës, në nenin 260, 288, 289 dhe 13.118 rregullores Kuvendit të Shqipërisë, që ka përcaktuar Këshillin për rregulloren, mandatet dhe imunitetin si organin e Kuvendit që shqyrton çdo kërkesë të organit akuzës sa herë kërkohet dhënia autorizimit për arrestin e një deputeti apo për zëvendësimin e një mase sigurimi personal me një masë tjetër më të rëndë, siç është rasti konkret. Neni 73 i Kushtetutës e përcakton shumë qartë që deputeti nuk mund të arrestohet apo të hiqet liria në çfarëdo forme pa autorizimin e Kuvendit. Kjo dispozitë kushtetuese vendos një garanci institucionale për ushtrimin e mandatit përfaqësues dhe për funksionimin e pavarur të pushtetit legjislativ. Në këtë linjë me këtë parashikim kushtetues shkon dhe neni 288 i Kodit Procedurës Penale, ku provuria sa herë që e kërkon dhënien e autorizimit nga Kuvendi, duhet paraqes në Kuvend një relacion të arsyetuar dhe me provat që e mbështesin kërkesën. Duke u referuar këtij kuadri normativ, kompetenca e Kuvendit në shqyrtimin e kërkesës së provurisë posaçme është e natyrës proceduriale kushtetuese dhe jo gjyqësore. Kuvendi nuk gjykon fajësinë dhe as themelsinë e provave, pasi ky atribut i përket ekskluzivisht gjykatës kompetente. Kompetenca e Kuvendit në rastin konkret kufizohet në vlerësimin e kontrollit respektimit procedurës penale sa i takon ekzistencës së kushteve ligjore për dhënë autorizimin për zëvendësimin e masës sigurimit personal të ndalimit të daljes jashtë shtetit, me masën më të rëndë atë të arrestit në burg apo në shtëpi, heqje lirie në çfarëdo lloj forme, kontroll personal dhe të banesës së deputetes Belinda Balluku, të rendimit të nevojave të sigurimit, të ekzistencës të rrethanave të reja konkrete, të proporcionalitetit të ndërhyrjes në mandat dhe të domosdoshmërisë së arrestit si masë përjashtimore. 2. Nëse kërkesa është bërë në ndikime politike apo të natyrave të tjera të paligjshme, Kuvendi sigurisht nuk bën vlerësimin e provave, por vlerësimin e kushteve dhe rrethanave për të krijuar bindjen nëse janë rënduar nevojat e masës parë sigurimit. Dhe 4, nëse plotësohen apo jo kushtet, Kuvendi duhet bazohet në gjykimin e vet, duke u referuar relacionit të organit akuzës dhe provave që e mbështesin këtë relacion. Tani në lidhje me faktin nëse kërkesa
është bërë në ndikime politike apo të natyrave të tjera të paligjshme, më lejoni të ndaloj në arsyetimin e këtij roli që ka kuvendi, shumë shkurt. Ndonse nga mbrojtësit e deputetes Belinda Balluku në mbledhjen e Këshillit të Rregullores Mandatit dhe Imuniteteve nuk pati pretendime për një kërkesë të motivuar politikisht në rastin e ushtrimit të ndjekjes penale dhe hetimit ndaj deputetes Belinda Balluku, ama Këshilli konstaton një fakt publik. Kallëzimi i parë i bërë në gusht të vitit 2024 është bërë nga Lulzim Basha, ish kryetar i Partisë Demokratike së Shqipërisë. Dhe kallëzimi i dytë është bërë në shtator të vitit 2024 nga, në mos gaboj, sekretari i Partisë Demokratike, deputeti Gazmend Bardhi, sot kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe antar në Këshillin e Mandateve dhe Imuniteteve, për të cilin unë e kam theksuar dhe në mbledhjen e Këshillit që në rastin konkret ka qenë në kushtet e konfliktit pastër të interesit, pasi është edhe një nga kallëzuesit e kësaj vepre. Më vonë pastaj, në vitin 2025, këto dy procedime penale janë bashkuar në një procedim penal të vetëm dhe që sot mban një numër unik procedimi mbi bazën e cilit po zhvillohen hetimet ndaj deputetes Belinda Balluku. Vlen theksohet se viti 2024, pra koha kur u bën kallëzimet për këto për veprën penale shkeljes barazisë në tendera apo ankande publike, të parashikuar nga neni 258.2 i kodit penal, që nuk është një vepër korruptive, është një vepër me natyrë administrativo-penale, koincidon me një periudhë parazgjedhore dhe me një situatë sigurisht të nxehtë politike. Pastaj u zhvilluan zgjedhjet e 11 majit 2025 dhe fillma zgjedhjeve kemi përsëri një ashpërsim të gjuhës politike në këtë drejtim, çka e ka shoqëruar për gjatë gjithë kohës këtë proces. Por në analizën tonë dhe vlerësimin tonë ne nuk jemi ndalur në këtë pikë. Nuk jemi ndalur në këtë pikë sepse respektojmë plotësisht qëndrimin e mbrojtjes, por dhe të qëndrimin publik të deputetes Belinda Balluku, që e konsiderojnë të çështje drejtësie dhe vetëm drejtësie. Dhe është fakt që në Këshill janë shmangur këtij qëndrimi në raport me rolin dhe natyrën e shqyrtimit që bën kuvendi.